Me morë pomja dhe. Hajde. Vitliruaj tash. Kure ku po unë se ke po hiç. Kur keni gati? Ulni vish pak mikrofona koleg. S'pak Çfarë të me mikrofon, ha? A jemi mikrofon mirë. A jeni gati? Atëherë, në këtë 27 vjetor të masakrës së Reçakut, edhe njëherë përkujtojmë të gjitha viktimat e kësaj masakre të llahtarshme, e cila sërish dëshmoi qëllimin shfarosës që regjimi gjenocidal i atëhershëm i Serbisë kishte ndaj popullit të Kosovës. Reçaku dhe plagët e Reçakut akoma flasin, sepse dhimbja është po aq e freskët sa ishte para 27 vitesh. Dhimbja është e freskët për familjet, por është në fakt po aq e freskët për gjithë popullin e Kosovës, sepse akoma nuk ka pasur drejtësi për krimet që janë kryer këtu, por edhe në pjesë tjera të Republikës së Kosovës. Edhe pas 27 vitesh, Serbia vazhdon me po të njëjtat politika dhe me po të njëjtën mendësi, sepse mohimi i krimit, siç po bëjnë ata me mohimin e krimit të Reçakut, është krim i dyfisht. Rrjedhimisht ne do të vazhdojmë ta mbrojmë të vërtetën, jo vetëm këtu në Kosovë, por çdo kund në botë, sepse ashtu siç dëshmoi edhe ambasadori William Walker në ditën e krimit, ajo çfarë ka ndodhur këtu ishte krim kundër njerëzimit, ishte krim kundër të pafajshmëve dhe ishte dëshmi e gjallë se qëllimi i regjimit serb ishte ta zhduk popullin shqiptar në Kosovë nga faqja e dheut. Sot ne jemi të lirë, sot gëzojmë lirinë, pavarësinë dhe demokracinë në shtetin ton sovran në tërë territorin e Republikës së Kosovës, për shkak se themelet e shtetit ton janë të forta dhe janë bërë të forta me sakrificën e martirëve të Reçakut dhe martirëve gjithandej Kosovës dhe dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët dhanë edhe jetën në mënyrë që ne sot ta gëzojmë lirinë. I përjetshëm kujtimi për të gjithë të rënët për lirinë tonë. Faleminderit shumë të nderuara media, të dashur qytetarë. Jemi pro këtu me Presidentin Osmani dhe Kryeministrin Kurti për të bërë homazhe dhe për të kujtuar 45 civilët vrarë në formën më barbare nga një regjim po aq barbar në vitin 1999. Me 15 janar të atij viti, mediat pushtuan lojmet me një tmerr që ndodhi po në këtë vend dhe njëkohësisht u shpërfaq një fytyrë barbare me tendenca gjenocidale e Serbisë ndaj një populli të pafajshëm shqiptar. Reçaku për ne mbetet një plagë e hapur për shkak se ende nuk ka drejtësi. Bashkia ndërkombëtare ka bërë një punë të mirë me intervenimin e saj, por jo edhe mosjelljen e autorëve para drejtësisë. Prandaj ne si institucione nuk do të ndalemi së kërkuari drejtësi, për shkak se besojmë thellë se pa drejtësi për viktimat e Reçakut dhe viktimat gjithandej nëpër Kosovë do të ketë jashtëzakonisht të vështirë të ketë edhe paqe, por edhe siguri në rajon. Prandaj edhe një herë lavdim martirëve dhe dëshmorëve të Reçakut e faleminderit. Të zotnia ju po folni as ky vetni ata Reçakut i kanë po hiç asnjë. Unë që tunë pëngjëh, tunë pëngjëh në të tetën e kumë po, flokët i ka posë, tek Tirani ka posë. Ju se një veç po folni këto, si kini posë, në konën në ata heq veç po folën. Kuma Reçaki, sot të kërkun heq Reçaki. Po, asë komunë të i Reçaki, asë një të në komunë. Para 27 vjetëve, këtu nga Reçaku,
nëpërmjet ambasadorit William Walker jehoj e vërteta për krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe krimin e gjenocidit të Serbisë si shtet ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Pas masakrës së Reçakut, u ndërgjegjësuan, vetëdijsuan dhe mobilizuan edhe opinioni publik ndërkombëtar, edhe kancelarit diplomatike perëndimore. Jemi këtu bashkë si krerë të institucioneve, edhe me kryetarën e komunës, edhe me kolegë nga qeveria e parlamenti, por edhe me zyrtarë të tjerë të shtetit, që të shprehim dhembjen tonë për këtë plagë të hapur, së cilës ende i mungon drejtësia, por njëkohësisht edhe për kushtimin tonë që gjithmonë do të jemi të angazhuar për të sjellur kriminalët para gjyqit dhe për t'i ndëshkuar ata për mizërit e para 27 vjetëve. Lavdi 45 martirëve të Reçakut dhe 11 dëshmorëve të kombit të udhëhequr nga komandanti Ahmet Kaçiku.